Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vëllezër të dashur, qysh është lajmuna që prej sotit do të fillojmë me komentimin e Kur'anit. Mirë po, para se të fillojmë me komentimin e Kur'anit, është e arsyeshme që me përmend disa baza që me ditë se qysh komentohet Kur'ani, qysh kanë ardhur dietar deri te komentimi i Kur'anit e kështu me radhë. Këto janë mëse të vlefshme. Për shkak se dikush nuk e din se qysh me komentu, qysh ka ardhur te komentimi. Nuk është me menje, me shka qysh format, ka ajete me kase, ka me dinase, shkajnë ajetet me kase, shkajnë me dinase kështu me radhë. Kjo janë mëse të rëndësishme me i ditë para se më ardhë të komentimi i Kuranit. Pastaj, mënyra dhe se si do të komentojmë Kuranin, është do t'i përmenim së ajetet, pastaj pas përmendjes ajeteve, do të futemi në kuptimin e ajete kuranore. Edhe do të mundohem me ozgjeru e me i marë prej disa prej tefsireve. Çdo njëri prej komentatorëve të Kuranit që ka përmend diçka, ndonjë dobi ose ndonjë diçka të veçantë ose mos pajtim e kështu me radhë, do të mundohem me ozgjeru, pasi që do të jetë komentim i gjerë, pra do të merr me vite të tëra me lenin Allahut, edhe mos më lan tashti me diçka pak, mirë po me ozgjeru më shumë. Edhe do të mundohem vëllezër, si dobi për mua edhe për juve, që ajetet e Kuranit e cilat do t'i marrim, do t'i shkruajmë po ashtu edhe përkthimin e çdo fjale. Që edhe ju si xhamatli me pas mundësinë që s'foko që ato me i lexu edhe me i kuptu edhe në gjuhën shqipe, pra shka po thot Allah i lartësuar. Për shembull, amma yatasaelun. Do të përkthejnë amme, çka do të thot? Për shembull, për çfarë? Yatasaelun, po e pyesin njëri tjetrin. Ani për an-naba'i, lajmin el-azim, të madh. Tashti kur ti ki fjalët, domethënë përpara syve, i mëson, i kupton, atëherë ti kur lexosh namazin tën e kuptoj se Allah i lartësuar, pra çka po thot. Që kjo është edhe si dobi tjetër jashtë tefsirit, që edhe kur lexon Kur'an, pra me kuptu fjalën Allah të lartësuar spaku. Jashtë atyre të cilët për shembull po mësojnë arabisht, që të ardhmen inshallah kuptojnë edhe vetë. Mirë po ata të cilët s'janë të mësuar arabisht, spaku me mujt që me kuptu fjalën Allah të lartësuar, që me adhuru Allah të lartësuar në formën më të mirë. Është mirësi prej Allah të lartësuar i cili na zgjodhi për me fillu me këtë shkencë madhështore, pra lidhë me fenë Allah të lartësuar, ku shumë prej njerëzve vëllezër në këtë kohë janë larguar nga kuptimi i fjalës së Allahut. Gjë që i ka bërë ata vëllezër të paditur edhe ignorant rreth fjalës së Allahut. Që shumë ajete më bën me pyet as si kupton as çka po thot as çka po kërkohet as s'din as çka të thonë, domethënë nuk ka kur far haberi për ato se çka po flitet për ato. Kështu që lehtë është vëllezër më thonë, jemi pasus Kuranit Sunetit, shumë e lehtë është, apo them. Mirë po, nëse nuk e njeh as Kuranin, as Sunetin, atëherë çish kemi pasu ato? Kështu që lutem Allah lartësuar që këtë komentim ta bëj të sinqert vetëm për ata, përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të jetë dije që përfitohet prej saj edhe pas vdekjes sime, si dhe argument në favorin tonë në ditën e Kiametit, e jo kundër nesh. Këto baza vëllezër të cilat do t'i përmendim, e ka marrë për një librit që vetë Sheikh Ibn Uthejmini i ka vendosur si baza, edhe vetë i ka komentuar. Domethënë libri është edhe teksti i Sheikh Ibn Uthejminit edhe komenti tina. Mirë po ka bërë në formën sikurse dialog, nëse muna me qujt,
Pra ka shkruar tekstin, ka thënë pastaj dhe autori thot kështu. Ka për qëllim vetë, më po thot autori. Kështu që fillojmë me fjalën e tij ku thot Allah më shiroft, është e rëndësishme që për çdo art njeriu t'i mësoj bazat e tij. Po për çdo dije, për çdo shkencë, është mirë me ditë bazat e çasë shkence, në mënyrë që ato t'i ndihmojnë në kuptimin e atij arti, edhe t'i nxjerrë çështjet për çati artit, duke u bazuar në ato baza. Pra kur ka baza, mundet ose në tjera me nxjerrë përmes atyre bazave që i ka për çat artin, për çat dijen, për çat shkencë. Që dija e tij të jetë e ndërtuar në themele të forta edhe shtylla të palëkundura. Është thënë një fjalë të dietarët, men hurima al-usul, hurima al-wusul. Ai që privohet nga parimet, nga bazat, privohet nga arritja e qëllimit të tij. Po duhesh më arrit deri dikun, me po s'ki baza, ki më u privu. Për shkak se nuk i ke shtyllat e diçkaje. Që që pa shtylla nuk mundesh me shku aty ku ti po dëshiron. Prej arteve më madhështore të shkencave, madje më madhështoria dhe më fisnikja është shkenca e tefsirit, që nënkupton sqarimin e kuptimeve të fjalës Allah të lartë mëdhëruar. Pra tefsiri është me i sqaru kuptimet e fjalës Allah të lartë mëdhëruar. Dietarët kanë vendosur baza për të. Ashtu siç kanë vendosur baza për shkencën e hadithit. A mund edhe çdo kush marrë me thonë që çto është hadithi, pa i ditë bazat? S'mundet. Njëjtë edhe për tefsir. Për shembull dikush ka lexuar diçka në internet, thotë ka thonë Ibn Kathiri çështo. A më nuk e din komo si Ibn Kathiri kretja ka huq. Qysh e din ti këta? E din me shka? Me bazat e tefsirit. E din me shka? Me bazat e tefsirit. Se qysh komentohet Kurani. Pezana, nëse dikush e komenton Kuranin me gjuhën arabe. Ama ana shkalon për shembull komentimin e Kuranit me Kur'an, me vetë Kuranin. Për shembull, was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka ma at-tariq, vetë Allah ka sqaruar se çka është at-tariq, an-najmu ath-thaqib. Komentimi i Kuranit me vetë Kuranin. Ka komentim Kuranit me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kështu më radh. Pra personi që nuk i din, nështë shkon lypa jetë, fjalë, gjuhën arabe, aty përpara ka për shembull sqarimin që Allah vetë ka bën se çka është për qëllim at-tariq, për shembull. E kështu më radh. Thë Sheikh Ibn Uthaymin, po ashtu kanë vendosur për shkencën e hadithit dhe shkencën e fikut. Pra ti nuk i mundsi, o vllai dashur, me ardh me ditë një dispozitë fetare është haram, është halal, është obligim, pa i ditë bazat e fikut, s'ka shans. Le ti që po të servohet, po thot një hoxha është haram se kështu. Me po para se marrë që kjo harami, duhet me ditë çysh bën diçka haram. Çysh është diçka urdhër, çysh me ditë. To krejt dietarët i kanë përmendur ku në bazat e fikut. Kështu që nëse dikush nuk i din bazat e fikut, nuk ka mundësi edhe fikun me ditë. Nuk ka mundësi edhe fikun me e ditë. Tha shehu, kam shkruar rreth kësaj shkence atë sa kam mundur, duke i drejtuar nxënësve të kolegjeve në Universitetin Islamik të Imam Muhammed ibn Saudi, që është në Riyadh. Ku disa njerëz më kërkuan që t'i veçoj në një shkresë për këto baza, që ajo të jetë më lehtë dhe më përmbledhëse, e unë ju përgjigja për këtë. Pra këtë kërkesë që ma banën. Kjo pjesë vëllazër nga fjala e Ibn Uthayminit na jep të kuptojmë se është e rëndësishme për njeriu që njohuritë e tij t'i ndërtojë në bazat e fuqishme. Pra bazat e çështjeve. Nga se bazat janë ato që i bashkojnë degëzimet. Këtë degë që e kini baza. Ki po për shembull edhe kur mësohen në shkolla në tabel, e ban një rreth aty, tani ban deg. Pa pas çat bazën, a mundesh mi bë ti degëzimet? S'ki shans mi bë ato. Që pa i ditë bazat,
ti sa dush bën degëzime, mos me ditë 1, 2, 3 mesele, a mos e kia bazën, atëherë nuk mundesh me ndërtu edhe çështje tjera. Kështu që ai që kujdeset për degëzimet edhe meselet, pa pasur baza rreth tyre, i humbin edhe degëzimet edhe bazat. As ka baza, as degëzime. As njënën. Si fletët e pemës vëllezër që zhduken. Shamosh një pemë, ka fleta. Fletët binë. Shka met? Rajt mesin. Që e raja e mon pemën, mas një kohë prap dalin fletat tjera. Apo? A më kush? Kret prej rajas. E jo prej fletëve. Vlera një shkence, qysh me ditë në vlerën e një shkencës, një dijes. Kjo varet varësisht për mbajtjes që e ka që e shkencë. Dhe më thonë, ma e madhe që është përmbajtja, vlera është ma madhe. Kështu që, shka është përmbajtja e shkencës e tefsirit. Është fjala e Allah të lartësuar. Për që ato dhe djetarë thonë, shkenca e tefsirit është shkenca më madhështore. Mas kësaj, ose mbi ta, nuk ka ndonjë shkencë më të madhe se kjo. Pse? Fjalën e kujt i të shpjegu? Fjalën e Allah të lartë madhëruar. Mirë, këtë rast themi, është ma vleshme me shpjegu hadithet apo fjalën e Allahut? Fjalën e Allahut të vëllezër. Pastaj, fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj fjalët e dietarëve, më thonë me ren. Që cila dije që ka më vlefshme? Dija e tefsirit, për njohësh fjalën e Allahut të lartë madhëruar. Nëse ti don me njoft Allah lartësuar në cilësitë e tij, a ke me njoft përmes fjalëve të njerëzve? Përmes kujt? Mos pari prej atij që vetveten e ka përshkruar. Para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo, më thonë për vete po thotë, çështo jam unë. Ti më thonë, je nuk je çështo, po je ç'është po thotë filani. A ka mundsi çështo? Si ti më fol për vetveten? Thonë unë jam çështo, për shembull kam 2 dorë, kam 2 sy, kam kështu. Ti kështu ti je s'është çështo, po thonë. Mos më marr mendja që është çështo, po thonë. Kështu që kuptimi i fjalës së Allahut të lartësuar është spari, pastaj fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pastaj dietarëve e kështu me radhë. Thot shehu, e lut Allahun që të sjell dobi përmes tyre, përmes bazave. Gjërat për të cilat do të flasim për mbledhjen e këto pika. Këto janë fjalët e shehut ende. Kurani fisnik. Kur i ka zbritur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pra Kurani, dhe kush e ka zbritur prej melekëve. E dyta, gjëja e parë që ka zbritur nga Kurani. Zbritja e Kuranit është 2 lloje. Ajo që zbriti për një shkak të caktuar, pra ka një shkak sepse ka zbrit, edhe ajo që zbriti pa ndonjë shkak të veçantë. S'ka shkak që ka zbrit. Kurani është Mekas edhe Medinas. Për Meditash o Mekas e Medinas, janë edhe tema që përflitën për ato. Që edhe përmes temave i din njeriu se është Mekase, është Medinase. Pastaj çka do të thonë Mekase, çka do të thonë Medinase, edhe dallimi mes tyre. Po ashtu sqarimi i urtësisë së zbritjes së tij pjesë. Edhe rënditja e Kur'anit. E pesta, shkruarja e Kur'anit edhe ruajtja e tij në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se çysh është bën shkruajtja e Kur'anit edhe çysh është ruajtur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjashta, mbledhja e Kur'anit në kohën e Abu Bekrit edhe Uthmanit radhiyallahu anhuma. E dyta, tefsiri për komentimi i Kur'anit. Kuptimi i fjalës tefsir në gjuhën arabe edhe në terminologjinë shariatike. Sqarimi se çfarë dispozite ka me ditë tefsirin. Është farz, është vepër e pëlqyeshme, është vepër e lejueshme, është farz kifaje, është farz ain e kështu me radhë. Edhe cili është qëllimi që synohet
prej tefsirit e Kur'anit. E dyta, çfarë obligimi ka muslimani karshi komentimit e Kur'anit. Treta, referenca lidhur me komentimin e Kur'anit është si vjen. Spari, fjala e Allahut, ku Kur'ani komentohet me Kur'an. Pra kjo është referenca e parë, se çysh me i shpjegu Kur'an me Kur'an. Edhe shehu do të sjellë shembuj që sqarojnë pra këtë pikë. E dyta, suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga sa ai është kumtues për Allahun, ai e ka kumtu fenë Allah të lartësuar në formën më të mirë. Edhe din mas miri prej njerëzve qëllimin e Allahut në librin e tij. Ti ka zbrit Kur'ani, që shka mund si dikush tjetër me ditë më mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ati ka zbrit Kur'ani. Apo. Edhe ka plot hadithe që sqarojnë pra fjalën e Allahut të lartësuar. Për shembull fjala e Allahut të lartësuar lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Për ata të cilët kanë bërë vepra të mira, është më e bukura edhe ka shtesë. Mos me ta sqaru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur s'kishte mund me kuptu. Është më e bukur edhe shtesa. Shtesë ka në shka. Më e bukura xheneti. Apo shtesa shikimi në fytyrën e Allahut të lartësuar. Kështu që suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka sqaru fjalën e Allahut të lartësuar. E treta, fjala e sahabëve radhiyallahu anhum. Sidomos ata të cilët kanë qenë njerëz me dije edhe kanë njoft komentimin e Kur'anit. Sikurse Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma, që pejgamberi ka thonë Allahumma faqihhu fi din wa 'allimhu at-ta'wil. O Allah, mundsoja që ta kupton fen edhe mundsoja me ditë komentimin e Kur'anit. Do të thonë Allahu është lut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam falni është lut për Ibn Abbas radhiyallahu anhuma që Allahu më ia mësua komentimin e Kur'anit. Që Ibn Abbasi konsiderohet komentator i Kur'anit, pra prej sahabëve. Nga se Kur'ani vëllezër ka zbrit në gjuhën e kujna? Arabe. Kohën e kujt? Sahabëve. A ka mundësi ata mos me ditë? Që aty për zbresin ajetet kuranore pejgamberit sallam, pejgamberi po njërësitet para atynve. Edhe ata mos me kuptua, edhe dikush tjetër me ditë ma mirë se sahabëta, ja, s'ka shans. Katërta, fjala e tabeinëve të mëdhenj, të cilët janë kudes për të marrë komentimin e Kur'anit nga sahabët. Pra, ka edhe plot nxënës të sahabëve, sikurse Mujahidi e të tjerë, Qatade që është Dhahaku e të tjerë për dietarëve, të cilët e kanë marrë Kur'anin prej kujna? Prej sahabëve. Ose ata të cilët kanë marrë prej sahabëve nxënësat e tyre, për shembull, në nxënës i Mujahidit. Thot Mujahidi thot 3 herë e kom lezu Kur'anin para Ibn Abbasit radhiyallahu anhuma edhe për çdo sen që se kom kuptu e kom pyet. 3 herë komplet. Edhe për çdo sen që se kom kuptu e kom pyet Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma. Pika tjetër, gjërat të cilat i nënkuptojnë kuptime shariatike. Ka sene të cilat kanë kuptim shariatik edhe kanë kuptim gjuhësor, varësisht konceptit të fjalës. Kështu që ndonjëherë mund me rënë ndesh kuptimi gjuhësor me ato shariatik. Në esencë vëllezër, i japim përparësi kuptimit shariatik. Vetëm nëse ka ndonjë argument tjetër shtesë ose ndihmës që jep përparësi atij gjuhësor, atëherë i japim atij gjuhësor. Po ashtu vëllezër, llojet e ndryshimeve, mospajtimeve që kanë ardhur në komentimin e Kuranit përmes gjurmëve të sahabëve. Po ashtu do të flasim vëllezër për përkthimin e Kuranit, definicionin e tij, llojet e tij për përkthimin e Kuranit, edhe gjykimi për çdo lloj të tij. Po ashtu shehu do t'i përmend 5 biografi të shkurtra për 5 persone që kanë qenë të njohur me komentimin e Kuranit. 3 prej tyre sahabi, edhe 2 prej tyre janë tabiin. Llojet e Kuranit nga aspekti i qartësisë edhe ngjashmërisë.
Pra ka ajete të cilat janë qarta, edhe ka ajete të cilat kanë disa kuptime, i ngjojnë njëna tjetrës, që të shabu. Pastaj do të flasim se çfarë qëndrimi kanë dietarët të cilët janë të thelluar në dije, karshi ajeteve të qarta edhe atyre të cilët kanë disa kuptime. Edhe njerëzit të cilët janë të devijuar, se cilat ajete i ndjekin ata. Po ashtu ngjashmëria vëllezër, mes ajeteve ose paqartësia mund me qenë reale dhe mund me qenë relative. Pra të dikush mund më kanë, domethënë e paqartë, të dikush tjetër mund më kanë e qartë. Varësisht dijes që i ka arrit pra atij personi. Po ashtu do të flasim për urtësinë e ndarjes së Kuranit në ajete të qarta edhe të ngjashme, të paqarta. Pse Allah i lartësuar ka zbrit edhe ajete që pas kanë disa kuptime. A ka mujt këtë me zbrit qarta, mos me pas kurfar më thonë paqartësien to, ka mujt. Pse ka zbrit ajetet paqarta edhe ka zbrit ajetet të qarta, mirë po duke ditë që ajetet e qarta i ka bë bazë të Kuranit. Që ajetet e paqarta kthehen te ajetet e qarta. E jo ajetet e qarta me këtyt ajetet e paqarta të cilat kanë disa kuptime. Po ashtu ajetet vëllezër që japin përshtypjen që ka kundërshtim në Kur'an. Përgjigje ndaj tyre edhe shembuj për këto. Po ashtu do të flasim edhe për betimin, ka se dini vëllezër që plot ajete kuranore është përmend betimi. Sidomos e dini surët e fundit, was-samai wat-tariq, e kështu me radhë, plot, pra të cilat janë wash-shamsi wad-duhaha wal-lejli wad-duha, e kështu me radhë. Këto betime pse kanë ardhur? Definicioni, format e tij edhe dobit e betimit. Po ashtu do flasim vëllezër për ngjarjet në Kur'an, ngjarjen e Musait, Salihut, Lutit, plot për pejgamberëve, definicionin e tyre, qëllimin e ngjarjeve të cilat janë përmend në Kur'an, cili është qëllimi. Treta, urtësia e përsëritjes së tyre. Po ka raste Musai alayhis salam në plot për shembull sura është përmend. Pse më përmend aty e këtu? A kesh mjaftu një herë me përmend? E me ditë ngjarjen e Musait, e më mjaftu. Pse ka përmend disa herë? Apo? Pastaj ndonjëherë Allah e lartësuar përmend ngjarjen më shkurt, ndonjëherë më gjatë, ndonjëherë në forma ndryshme. Pse kështu? Ka urtësi. Pra Allah e lartësuar kesh mujt ngjarjen e Musait me një formë përmend në krejt surët e Kuranit, apo? Pse dikun më gjatë, dikun më shkurt, dikun s'ka përmend diçka, dikun ka përmend diçka tjetër, kështu me radhë. Pra gjitha kjo vëllezër i ka dobit e veta. Po ashtu Israiliatet, ato të cilat janë përmend nga pasuesit e librit të mëhershëm, që ka prej sahabëve për shembull, të cilët i kanë qenë të njohur me Israiliate. Edhe komentatorët e Kuranit i përmendin në librat e tefsirit. Tash çfarë qëndrimi duhet me pas për këto? Për shkak se shumë prej librave të tefsirit i përmendin këto. Çfarë qëndrimi duhet me pas na? Shumë ti ka mundësi e lexosh një libër tefsirit. S'ki haber për Israiliatet. Çfarë qëndrimi duhet me pas? Aty për shembull, njëri prej sahabëve përmend një rast, po është për Israiliateve. A mirët ajo si argument për me sqaruar ajetin apo jo? Ose dikush për shembull prej sahabëve është i njohur, dikush prej sahabëve nuk është i njohur që i përmend. Tash dallimi mes tyre kështu më radh, të janë krejt të rëndësishme. Se letë është me thonë, Allah, kum lexuar tefsir, çështo kish thonë. Edhe tash e bësh ato si bazë, po ti alo si dish, a bën më marr çajo, s'bën më marr. A jeti për me lexuar tefsir, as je për me lexuar tefsir. Që kjo është. Se vëllezër është diçka shumë e rëndësishme. Dikush menon, çfarë do libër që është i përkthyer në gjuhën shqipe, lexo çka dush. Merr çka dush lexo, u them. Nuk ke për me lexuar Buhariun. Dikush e bën veten
çdo libër më hi me lexuar, kupton? Jo. Nuk je për me lexuar çdo libër. Me që tash me ta thonë një libër, që është për shembull në shkencën e hadithit. Hadithi mu'dal, mawquf, munqati', maqtu', apo tan marfu', mursal, apo tan plot hadithe. A je në gjendje ti me kuptua jo? Si në gjendje? Që pse, për shembull, dikush mënohet, ka njerë banë muhabet me do vllazni, thotë e kom lexuar tafsirin e qëti, e kom lexuar. Ti nuk je për shembull çat deregje për me ardh pa i kuptuar çto baza. Pastaj, sipas tyre, pastaj përkthimet e kush është përkthyesi kështu më radh, këto kretin për te siguria. Prandaj këto janë disa çështje për të cilat ne do të flasim, edhe përmendëm që inshallah në fund çdo ajetit, në fund ajetet të cilat do t'i marrim, do t'i përmendim edhe përkthimin e tyre. Autori thot Kur'ani fisnik. Fjala Kur'an vëllazër, kujtohet njëra vëllazër më kanë shkollë të mesme, edhe më pas një profesor ndohet historisë ka. Tani jetë po munohen me të prejkë dikon, e tash më kujtu këtu, thejke, tash më qiti para kretë në zonësave, thash, shka du më thonë fjala Koran, tha. Tash më qiti me një pozit, shka, unë që të Koranin për përmeni, se disha shka du më thonë kuptimi Koranit. Pastaj tha, Koran do thët lexim, tha. Koran do thët lexim. Kështu që, mos pas provoj edhe ju, me ditë, kur thot dikush shka do më thonë Koran, me ditë shka do më thonë Koran. Fjala Koran vëllezër, në gjuhën arabe, është për fjalës qara'an, Qur'anan, që do të thot tala. Tala në gjuhën arabe do më thonë me lexu. Kuptimi i kësaj është, do më thonë diçka që lexohet, do më thonë el maqru, do më thonë diçka që lexohet. Kur thot dikun shkosh Kurani, thuj diçka që lexohet. Ç'ka është kuptimi? Kitab, që thonë ana kitabi, do të thonë libri, është diçka që lexohet edhe, do të thonë mektub, diçka që shkruhet, desha më thonë. Diçka që shkruhet, libri është diçka që shkruhet, edhe Kur'an, kuptimi i parë është diçka që lexohet. Kuptimi i dytë është bimana jama'a, do të thonë ka bashku diçka. Do të thonë Kur'ani i përmbledh lajmet, historitë edhe dispozitat fetare. Do të thonë el jami, që i mbledh lajmet, historitë edhe dispozitat fetare. Kjo është kuptimi i dytë i fjalës Kur'an në gjuhën arabe. Kurse Kur'an në terminologjinë shariatike do të thotë fjala e Allahut të lartë madhëruar, që i ka zbritur të dërguarit e tij dhe vullës e profetëve të tij, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili fillon me surën Al-Fatiha dhe mbaron me surën An-Nas. Allahu i lartësuar ka thënë: Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. Në surën Al-Insan ka thënë: në të vërtetë ne ta kemi zbritur Kur'anin pjesë, hap pas hapi. Pra ka daldale, hap pas hapi. Po ashtu Allah i lartësuar ka thënë: Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ne e zbritëm këtë Kur'an në gjuhën arabe për ta kuptuar ju. Pra kjo është vëllezër Kur'ani, që është fjalë Allahut të lartësuar, edhe shprehjet edhe kuptimet e tij. Për shkak se vëllezër këtu janë nda edhe grupet. Disa prej grupeve kanë thonë Kur'ani vetëm shprehjet janë të tij, kurse kuptimet jo. Disa prej grupeve kanë thonë vetëm kuptimet, kurse shprehja jo. Çka thonë? Thonë Allah i lartësuar nuk ka folur me Kur'an. Mirë po Gjibrili e ka kuptu Allahun se çka po do të thonë, edhe çysh e ka kuptu, ja ka transmetuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shprehja e kujt i bjen, nuk është e Allahut, është kuptimi që ka kuptuar Gjibrili prej Allahut të lartësuar.
Mo për këtë tash do t'i përmenim disa ajetet kuranore ku grupet e devijuara mundohen përmes këtyre ajeteve me fut dyshime. Për shembull, innehu la qawlu rasulin karim. Më të vërtet kjo është fjala e një të dërguarit fisnik. Nuk është fjala Allahut. Fjala kujna? Një të dërguarit fisnik. Sun e Tekwir për shembull. A shihni vëllezër ku kanë ardhur devijimet e grupeve të bashkuara. Ku fjalën nuk ja kanë atribu Allah të lartësuar, që më thonë kjo është fjala Allah të lartësuar, e pa krijuar, prej ti ka filluar dhe tek ai do të kthehet ditën e Kiametit. Pra, mirë po kanë thonë që kuptimet e tij janë të Allahut, kurse shprehjet jo. Kështu që vëllezër, Allah e lartësuar ku ka thonë Elhamdulillahi Rabbil Alamin, pra ka fol. Edhe Gjibrili ka dëgju, edhe kështu ja ka zbrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E nuk themi e ka kuptu, mirë po e ka dëgju. Me z edhe me shkronja. Kjo është shumë e rëndësishme, me z edhe me shkronja. Po ashtu Allah lartësuar ku ka thënë Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Allahu nuk është zot tjetër që meriton adhurim për posti, i gjalli, i përjetshmi, mbajtësi i gjithçkaje. Allah lartësuar kur ka fol me ta, edhe Gjibrili e ka dëgju, edhe ashtu që ka dëgju, ja ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ajetet e tjera të cilat kanë zbritur, ku të gjitha Allah i ka shqiptuar me z, edhe me shkronja, edhe i ka thënë në një formë që dëgjohet dhe është përcjellur tek ne nga ana e dytë të dërguarve fisnik. Një i dërguar që është melek dhe tjetri që është njeri. Kurani vëllezër i është atribuar që të dyve në librin e Allahut. Pra, Kurani si fjalë i është atribuar si fjalë edhe Gjibrilit alayhis salam edhe pejgamberit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allah lartësuar ka thënë në surën At-Takwir innehu la qawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin. Se ky Kur'an është fjalë, këtu ka shti e komentuar prej, domethënë me si sqarim, fjala një të dërguar i fisnik. Do ta sqarojmë vëllezër tash këtë dyshimin që do ta hekim. Që zotron fuqi, për Gjibrili, edhe pozitë të lartë të Zoti i Fronit. E që është i respektuar atje edhe besnik. Sura Tekwir, ajetet 19 deri në 21. Për qëllimet të dërguar fisnik është Gjibrili alayhis salam. Dërsa për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka thonë innehu la qawlu rasulin karim wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun. Më të vërtet ajo është një fjalë e një të dërguarit të nderuar. E nuk është fjalë poeti. Sa pak që besoni. Është fjalë një të dërguari të nderuar. Kush është tash ky? Gjibrili apo pejgamberi sallallahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sipas kësaj çka i bën? S'ka ka fjalë Allahut apo Qysh mund e vëllezër, kush mund më sqaru, qoftë prej sqarimit që kena bën në flet, që me largu këtë dyshim. Qysh mund më sqaru, me largu këtë dyshim, se me thonë që nuk është kjo fjala e Gjibrilit, është fjala Allahut të lartësuar. Kur'ani. Është një fjalë e një dërguari që e ka zbritur Allah. Ama kjo thotë është fjala e një të dërguarit fisnik për shembull. E ka dëgju për Allahut dhe fjalën e Allahut e ka folur pejgamberi sallallahu. Kujt i atribuohet, çka është e rëndësishme, kujt i atribuohet fjalën në esencë. Për shembull, Ati që e ka thonë. e ka thonë kush i pari. Për shembull, nëse thojna filan, për shembull hoxha e ka thonë një fjalë. Tash ne ja transmetojna çat fjalën. Apo çka thojna?
A që ke fjala jem që për transmitoj, fjala jem është. Ama kujt i atribuohet si fillestare? Hoxhës, apo. E jo, ai që po transmeton, mirë po edhe ai që po transmeton, është fjalë është, nuk është diçka tjetër. Mirë po, ky komentimi për cilja e asaj që ka thënë dikush tjetër, edhe kësaj thuhet fjalë. Mirë po nuk mohohet edhe e para. Apo nuk mohohet edhe e para. Atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra ky Kur'an vëllazër, falëndrimi tek Allahut, është i ruajtur në gjoksat e njerëzve. Bel huwa ayatun bayinatun fi suduri alladhina utul ilm. Allah Rasul ka thënë për Kur'an, madje ai është ajete të qarta që është në gjoksat atyre që është dhënë dija. Pra Kur'ani. Po ashtu është i shkruar në për mushafe, edhe i përcjellur me shkallën më të lartë të sigurisë, që quhet at-tawatur, më thon, edhe al-qat'i, i prerë, që kush e mohon këta, vetëm se bëhet qafir. Që kanë thënë dietarët, ai i cili mohon diçka nga Kur'ani, qoftë edhe në shkronjë, që nuk ka mos pajtim që kjo shkronjë është për Kur'anit, atëherë ai është qafir. Sikur se çështja e shijave, rafidive, të cilët pretendojnë se Kur'ani është i mangët, edhe janë fshi disa sene pi Kur'anit. Edhe thonë ka marrë një kosh, kanë mos sharu këto sene, kështu me ato pretendimet e veta, Allah na ruajt. Nga ana e leximit, Surja Al-Fatiha është e para, nga ana e leximit. Ndërsa ajetet e para të surës Al-Alaq janë të para të cilat kanë zbritur. Por nga ana e zbritjes, cila ko ka para? Ajetet e para të surës Al-Alaq. Kurse nga ana e leximit Al-Fatiha. Si dhe surja fundit është surja An-Nas. Kështu që të gjitha ato që janë mes këtyre dy surëve, Al-Fatiha edhe An-Nas, të gjitha janë fjalë e Allahut të lartësuar. Kështu që përmendëm, ai cili mohon një shkronjë për tyre, vetëm se është jo besimtar. Nga se ka përgënjeshtru Allahun, ka thonë, Allah nuk ka thonë këta, Allah bëthët e kom thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ixhman e prerë të muslimanëve. Këtu vëllezër bëjnë përjashtim kirajetet. Për kirajete ka forma të ndryshme. Për shembull marr në vend wawit, mund marr për shembull f-ja. Ose mund marr në shprehje tjetër e kështu me radhë. Këtu nuk hin mohimi i ndonjë shkronje, apo. Mirë po, për çato përmendëm mohimi i çështjeve që ka pajtim të gjithë dietarët se është prej Kur'anit. Apo, këto kush e mohon, atëherë ai bëhet kafir. Shekhu ka thonë, Allah ka mbrojtur këtë Kur'an madhështor nga ndryshimi, shtesa, paksimi. Ko Allah lartësuar ka marrë përsipër ruajtjen e tij, Allah lartësuar ka thënë, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sigurisht ne kemi zbritur Kur'anin dhe sigurisht ne do ta ruajmë atë. Mu për këtë kanë kaluar shumë breza dhe askush prej armiqve të tij nuk është përpjekur që të ndryshojnë atë, ose të shtoj, ose të paksoj, vetëm sa Allahu ja ka zbuluar mbulesën e tij, që ka dashur me udok, edhe ka turpruar në çështjen e tij. Por kjo është mirësi prej Allahut, ku në librat e kaluar vëllezër janë futur ndryshimi, fshehja, ku Tevratin Allah lasua që ka përmend në Kur'an e kanë bërë fletushka, ku disa prej tyre i kanë shfaq, e shumë prej tyre edhe i fshehnin. Mi po ky Kur'an është i ruajtur me ruajtjen Allahut të lartësuar. Për ndryshimin kuptimor, me ndryshu kuptimet e ajetit, jo shkronjat, kuptimin e ajetit, Allah gjithmonë dërgon njerëz nga robërit e tij, të cilët e sqarojnë kotësinë e këtyre kuptimeve. Pra edhe kjo është një lloj i rujtjes, jo vetëm rujtja e shkronjave, të më pas parasysh. Ruajtja e kuptimeve edhe ruajtja e ndryshimit të shkronjave, për tekstit. Me po për ndryshim tekstual, nuk e lejohet askujt që të ndërhyjë në të asnjëherë. Ka pasur përpjekje
për të ndryshuar kuptimin e Kur'anit, mirë po Allah ka dërguar njerëz të cilët e kanë sqaruar këtësinë e tyre. Shehu ka thënë, Allah i lartësuar e ka cilësuar Kur'anin me cilësi të shumta, të cilat aludojnë për madhështinë, begatin, ndikimin, përfshirjen edhe dominimin e tij ndaj librave të kaluara. Por Kur'ani është dominues, është gjykues mbi librat e kaluara të cilat Allah i lartësuar ja ka zbrit pejgamberëve të tjerë. Allah i lartësuar ka thënë: "Wa laqad ataynaaka sab'an min al-mathani wal-Qur'an al-'azim." Ne ti kemi dhënë 7 vargje që përsëriten vazhdimisht dhe Kur'anin e madhërisëm. Sura Al-Hijr ajeti 87. Dhe po ashtu ka thënë Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf pasha Kur'anin e lavdishëm. Betohem në Kur'anin e lavdishëm. Pra Allah lartësuar e ka cilësu Kur'anin si të madhërisëm, e ka cilësu Kur'anin po ashtu të lavdishëm. Për qëllim dhe me 7 vargjet është surja Al-Fatiha, nga se janë 7 të cilat lexohen vazhdimisht në namaz. Kështu që Allah lartësuar i ka thënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ne ti kemi dhënë 7 vargjet, pra është për qëllim surja Al-Fatiha wal Qur'an al-Azim edhe Kur'anin e madhërisëm. Kur'anin Allah e ka cilësuar si madhështor, po ashtu e ka cilësuar si të lavdishëm. Ashtu si qëndron në surën Al-Buruj, bel huwa Qur'anun Majid. Përkundrazi, ai është një Kur'an i lavdishëm. Vëllezër, a kuptojmë përmes kësaj që Kur'ani vetëm në vetvete është madhështor edhe i lavdishëm, apo ka një kuptim tjetër pas kësaj? Edhe ka edhe një kuptim tjetër, vëllezër, që është pas kësaj, që nëse njeriu kapet pas tij, pas Kur'anit, atëherë bëhet i madh edhe bëhet i lavdishëm. Kur ummeti islam ka qenë kapur për Kur'anin, atëherë kanë arritur lavdinë edhe madhështinë. E kur e braktisën Kur'anin, atëherë erdhi poshtrimi edhe nënçmimi. Vazhdojmë inshallah ligjërat e tjera lidhur me bazat, kjo ka qenë vetëm si parahyrje. Ligjërat e tjera do të futim më shumë në sqarimet e bazave të cilat i ka përmend autori, Allah më shëroft. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.